Prej vitesh banorët e bashkisë Pustec vuajnë mungesën e një farmacie. Kjo i detyron këta të fundit të udhëtojnë drejt qytetit të Korçës apo drejt shtetit të Maqedonisë për të siguruar medikamentet e nevojshme. Banorët shprehen se shumë prej tyre detyrohen të paguajnë persona të tjerë që posedojnë mjete transporti për të udhëtuar drejt qytetit të Korçës ose në disa raste drejt Maqedonisë së Veriut për të blerë ilaçet e nevojshme. Nuk ka farmacistka. Kam djalin unë që shkon në Maqedoni edhe në Korçë, edhe ai më sjell. Po sjell, ku të gjej ilaçe? Në Korçë duhet të sjell autobusi i të hapshë ti. Iko ajo që punon të farmacistë në Amerikë edhe nuk ka prapë, nuk du. Po që unë të shkoj në Korçë, një në muë, edhe për gruan edhe për mua, të marr ilaçet, do argjohë edhe 1.000 lekë të re, ose 10.000 lekë. Do paguaj shoferin, do paguaj diçka tjetër shumë shkon. Nuk e kemi mundësi. Pensionet i kemi të vogla, nuk përballojnë dot. Ja këtë kam bërthënë. Ne vetëm t'i japim ndonjëri që ka ndonjë rastësi punë në Korçë, t'i japim atij shoqëror. Për ndryshe unë duhet shkoj vetë në Korçë, t'i marri ose në Puljan, edhe një në muaj duhet t'i marri. Në një kohë kur kujdesi shëndetësor është prioritet kombëtar, bashkitë e vogla si Pusteci mbeten të harruara dhe të paadresuara nga politikat publike.